Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes. Ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Lagja Zinxhira në qytetin e Gjirokastrës po përballet gjithnjë më shumë me një problem tepër shqetësues, sikurse janë veturinat. Rrugët apo hapësirat publike shpesh janë të ndotura nga mbetje të ndryshme, duke krijuar një pamje jo të këndshme, por duke rrezikuar kështu edhe shëndetin e banorëve të zonës. Lagja Zinxhira në qytetin e Gjirokastrës po përballet gjithnjë më shumë me një problem shqetësues, sikurse janë veturinat, kryesisht të hedhur në përrojën e saj. Rrugët, hapësirat publike, madje edhe zonat e gjirbëruara shpesh janë të ndotura në Gjirokastrë nga mbetje të ndryshme, duke krijuar një pamje jo të këndshme dhe duke rrezikuar shëndetin e banorëve, por njëherëzi edhe nuk janë etike për një vend sikurse është Gjirokastra, një qytet turistik. Sipas banorëve të zonës, jashtë kamerave në lagjen Zinxhira, mungesa e pastrimit dhe ndërgjegjësimi i urit të qytetarëve janë ndër arsyet kryesore të kësaj situate, pasi veturinat hidhen pa kriter duke ndotur mjedisin, duke tërhequr insekte apo kafshë endacake. Edukimi për mbrojtjen e mjedisit dhe respektimi i rregullave janë thelbësore për të sjellë ndryshim. Nëse nuk merren masa të menjëhershme, ndotja në Zinxhira, por edhe në zona të tjera të qytetit Gjirokastrës mund të kthehet në një problem edhe më të madh, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës dhe në imazhin e zonës. Bashkëpunimi mes komunitetit dhe institucioneve mbetet çelësi për një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm. Ndryshojmë natyrën e informacionit, ndërsa çmimi i naftës në pikat e tregtimit ka prekur sërish vlerën e 200 lekëve për litër, Shqipëria mbetet vendi me karburantin më të shtrenjtë në rajon. Ndërsa çmimi i naftës në pikat e tregtimit ka prekur sërish vlerën e 200 lekëve për litër, Shqipëria mbetet vendi me karburantin më të shtrenjtë në rajon. Arsyeja nuk është vetëm bursa ndërkombëtare, por një strukturë taksash ku shteti argëton më shumë se gjysmën e çdo litri që shitet. Skandali thellohet me indeksimin automatik, një mekanizëm që rrit aksizën në heshtje pa kaluar në parlament, ku shkojnë 200 lekë. Për çdo litër naftë që mbushni ju paguani 105 lekë taksa dhe vetëm 95 lekë për produktin dhe fitimin e kompanisë. Shteti shqiptar është ortaku kryesor në çdo depozit. TVSH 20%, 33.3 lekë rritet automatikisht sa herë rritet çmimi. Aksiza e indeksuar 39.5 lekë. Taksa e qarkullimit 27 lekë e paguar tek pompa ndryshe nga fqinjët. Të tjera karboni dhe skanimi 5 lekë. Kurthi i indeksimit automatik, Shqipëria është i vetmi vend në rajon që ka aplikuar indeksimin e aksizës me inflacionin. Kjo do të thotë se aksiza rritet vetvetiu çdo 2 vjet. Ndryshe nga Kosova, ku aksiza është fikse, në Shqipëri këtë taksë është shndruar në një mjet politik për të vjerë të ardhura pa pasur nevojë për votim të ri në parlament, duke shmangur llogaridhënien e drejtpërdrejtë përpara qytetarëve. Fatura vjetore, gjoba për të qenë shofer. Nëse një qytetar shqiptar përshkon mesatarisht 15.000 kilometra në vit, ai paguan rreth 32.000 lekë të reja, më shumë se një shofer në Kosovë apo Maqedoni, vetëm për shkak të taksës së qarkullimit dhe indeksimit të aksizës. Kjo vlerë barazohet me pothuajse një muaj rrogë minimale që shkon vetëm si kosto ekstra taksash mbi karburantin. Ekspertët paralajmërojnë se pa një ndërhyrje ligjore në parlament për të shfuqizuar indeksimin automatik dhe për të rishikuar taksën e qarkullimit, shqiptarët do të vijojnë të paguajnë çmimet e Bashkimit Evropian me pagat më të ulta në rajon. Mbetet në dorën e të njëjtit parlament, i cili shpesh është akuzuar për mbrojtje të interesave politike mbi ato të qytetarëve, të vendosë nëse do të lehtësojë këtë barë financiare. Gara për drejtorin e ri të policisë së shtetit po vijon, ndërsa më 24 mars do të jetë faza e intervistimit për 14 aplikantët. Komisioni i posaçëm në Ministrinë e Brendshme ka caktuar datën 24 mars në orën 9:30, ditën kur zyrtarët e policisë që kërkojnë për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit do të kenë fazën e intervistimit. Në total për postin e kryepolisit aplikuan 16 persona, 2 prej të cilëve janë gra, që nuk ishin pjesë e policisë së shtetit. Pas verifikimit paraprak, 2 gra u skualifikuan nga gara, ndërsa tashmë në garë për të marrë postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit janë emra të njohur të uniformave blu dhe me karrierë të gjatë në polici. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Një auditim në Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit nga ana e kontrollit të lartë të shtetit ka nxjerrë në pa një mungesë koordinimi mes institucioneve, duke lejuar si pasojë ndërtime në zona të mbrojtura, muzeale apo turistike. KLSH, që ka marrë në analizë disa vite nga 2020 deri në 2024, konstaton se sinjalizimet për ndërhyrje të jashtëligjshme nuk ka munguar, por delegimi në drejtoritë rajonale të inspektoratit apo në institucione të tjera për mungesë kompetence ka bërë që reagimi të mungojë. Në rastet kur është konstatuar sipas KLSH se ka pasur shkelje të ligjit dhe është kërkuar prishje e ndërtimit, kjo masë është zvaritur.
IKMT nuk është angazhuar për kryerjen e inspektimeve të nevojshme për të garantuar mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme në zona ose objekte me rëndësi kombëtare, pas sinjalizimeve të ardhura nga institucionet e tjera publike si Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, Drejtoritë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore e të tjerë. Në rastet kur ka vendim prishje vijon të mos jenë ekzekutuar, duke sjellë më pas edhe rritjen e rasteve të ndërtimeve të kundërligjshme, thuhet në auditim. Zgjidhje konkurruese, liri fetare e korrupsion në mas. Këto janë disa prej çështjeve të evidentuara në raportin vjetor të organizatës Freedom House për Shqipërinë. Në raport rezulton gjithashtu se Shqipëria është një vend pjesërisht i lirë. Shqipëria ka një rekord zgjedhjesh konkurruese, megjithse partitë politike janë shumë të polarizuara dhe shpesh të organizuara rreth personaliteteve kryesore. Liria fetare dhe liria e tubimit në përgjithësi respektohen. Korrupsioni dhe rushfeti mbeten probleme të mëdha. Megjithse qeveria po punon për të adresuar korrupsionin në gjysor, thuhet në raport. Ndërkohë, Kosova qëndron në vendin e 61, gjithashtu në përmesim me 1 pikë. Sipas raportit, kriza politike dhe institucionale që goditi Kosovën gjatë vitit të kaluar, kur vendi u qeveris pothuajse tërkohë nga një qeveri në detyrë, ka ndikuar në përparimin e vendit, duke lënë pas edhe Shqipërinë, e cila renditet shumë keq në këtë kategori. Raporti i këtij viti mbulon zhvillimet nga 1 janari 2025 deri në 31 dhjetor 2025. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.